Faza vendimtare e sezonit të Abisnet Superiore do të nisë këtë të shtunë me supersfiden mes Vllaznisë dhe Dinamos, e programuar në orën 19 në stadiumin Air Albania, një përballje që pritet të ketë peshë të madhe në rrugën drejt titullit kampion. Vllaznia hyn në këtë sfidë si kryesuese me 31 pikë duke shfrytzuar avantazhin e renditjes. Në anën tjetër, Dinamo City e katërta me 24 pikë synon të nisë Final Four me një rezultat pozitiv dhe të rihap garën për titullin, sa i takon dy ekipeve. Vllaznia ka mbrojtjen më solide të kampionatit me vetëm 27 gola të pësuar, një statistikë që e bën ekipin e Edi Martinit kandidat serioz për titullin. Dominimi i shkodranëve reflektohet edhe tek rezultatet me 18 fitore në kampionat, më shumë se çdo skuadër tjetër. Ndërkohë një nga pikat më të forta të ekipit mbetet shpërndarja e golave, teksa plot 14 futbollistë kanë gjetur rrugën e rrjetës me Bekim Balaj në krye me 13 realizime. Në prag të kësaj sfide, atmosfera në kampin kuqe blu është shumë pozitive. Trajneri Edi Martini ka në dispozicion pothuajse të gjithë grupin, teksa mungesat e vetme mbeten Lirim Kastrati dhe Bismarck Charles, ndërkohë sa i takon historikut të përballjeve direkte. Ai favorizon Vllaznin, e cila ka regjistruar rezultate pozitive ndaj rivaleve të Final Four, edhe në stadiumin Air Albania, ku do të luhet sfida. Shkodranët kanë një bilans të mirë ndaj Dinamos në ndeshjet e fundit. Një rol të rëndësishëm pritet të luajnë edhe tifozëria kuqe blu, e cila pritet të mbush tribunat dhe të krijojë një atmosferë elektrizuese. Mbështetja e tyre ka qenë një faktor kyç gjatë gjithë sezonit dhe mund të bëjë diferencën edhe në këtë përballje vendimtare. Sfida Vllaznia Dinamo hap zyrtarisht Final Four, në një fazë ku çdo detaj ka rëndësi dhe ku një fitore mund të përcaktojë fatin e titullit kampion.